Ju ftoj të gjeni. Përshëndetje të gjithëve. Gëzohem që më në fund më dha fjalla të flasë përpara gjithë juve. Unë vi nga Korça dhe nga Pogradeci. Në qoftë se do doja të flisja me gjuhën e patriotëve të mi, gjuhën e tolerancës, por do ju flasë si mësuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë me gjuhën e Lazgushit. Lazgushi i vendoi dashurisë dhe me dashurinë mendoi se fiton më shumë se sa me plumbat. I kemi provuar të gjitha. Ne të provojmë të gjuhë kaq të bukur të dashurisë, se nuk dashuroja as unë as ti, po dashuronte veç dashuria. Unë kam ardhur të flas dhe për një problem, jo veç për dashurinë, të kuptojmë për dashurinë, por për problemet tona që i kemi shumë të mëdha. Atëre, unë do ju thërë që nuk duhet të thrasim vetëm për jugun, që flasë për Bregdetin, por edhe për Korçën, për belvederen e Korçës. Dhe unë marrë guximin sot të flasë për oligarkët e vendit, jo vetëm për të huaj që të na pushtojnë. Nuk keni folur për oligarkët e vendit. Por, është guximi madh që po e them përpara gjithë juve. Po flas për Samir Manen, dhe Spiro Bardin, që na kanë zënë tokat dhe unë jam një pronare dhe ma i kanë marrë tokat dhe me pëlqimin e qeverisë. Dhe çfarë kanë bërë? Tokat tona i kanë si lulishte, kurse ato që na i blenë për 2 lek i kanë betonizuar. Por nuk mund t'i shesin si beton, atëre shfrytëzojnë lulishtet tona dhe na i kanë marrë. Dhe qeveria e di dhe ju jep akoma më shumë lek dhe akoma më shumë investime që ata të na i vjedhin. Pra, le të thrasim për të gjithë, por dhe një problem tjetër. A keni durim të më dëgjoni? Faleminderit. Më tonë tali, po do t'a them edhe këtë. Unë mësuese kam ikur në 2017 në Amerikë. Nuk doja të thosha që jam me diasporës, por jam kthyer përpara 2 muajsh për fare. Sepse ande lash nënën në azil dhe më vjen të qaj çdo natë. Dhe qaj. Kurse këtu kisha fëmijë dhe erdha për fëmijët. Kam vetur në mes të oqeanit. 6 herë në vite bëj oqeanin. Dhe qaj. Ashtu si të shajnë të gjithë emigrantët, të gjithë ata që kanë lënë nënën, baballarët këtej, fëmijët ande. Kurse unë kam fëmijët këtej, nënën ande. Pra kemi mbetur në midis me shqiptarët. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Të luftojmë deri në fund që të fitojmë. Posh Rama, posh Berisha, asnjëri për tyre të mos jetë, asnjëri se meriton. Rama Bull, Berisha Bull, Rama Bull, Berisha Bull, Rama Bull, Berisha Bull, Rama Bull, Berisha Bull. Berisha Bull, Rama Bull, Berisha Bull, Rama Bull, Berisha Bull. Sot në ditën e shirimit të Kosovës nuk mund të mungoni të rinë nga Kosova. Ata janë këtu, ja kanë ardhur për të folur. UÇK, 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 Unë ka marrë nga Kosova, sepse nëse ne para 27 viteve kemi qenë bashkë për ta liru Kosovën, sot jemi prapë bashkë për ta liru Shqipërinë. Ne duhet të përtosim sa më shumë. Dorëçe! 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 Dorëçe!
e mos të harrojmë, nesër ditë e madhe vjen gjithë diaspora, akoma më shumë, nesër akoma më shumë. Është një djalë që ka ardhur nga Gjermania, posaçërisht për të folur këtu sot. Përshëndetje gjithëve! Ne sa më shumë! Dua t'i bjesh kur s'dua t'ju lop. Diaspora është e privilegjuar dhe me një privilegj më të lartë vjen në një sens përgjegjësie më e lartë. Të flasim edhe për administratë që janë pengjet e Ramës në antimitingun e Turpit. Ta ngrim zërin dhe për ata. Unë mish kam mbaruar studimet për kimi në Gjermani. Bachelor, master. Tani po bëj studimet e doktoraturës. Aty jam në projekt shërmet me neurone që izda e trurit. E nga kjo, po s'dile kualifikuar më një që them, ja kemi tjek neuronet e Ramës! I ka qësurat flamingot, e s'pojnë blesot më fare! Kur themi Shqipëri, duhet flasim dhe për një program ekonomik të ri për rini shqiptare, jo si që percepton Rama, si kamarierët, banakierët, kushinjerët e botës, në rezortet e luksit, që asë 1% e shqiptarve nuk i shef tot as në atër. Të rrisim shkencë shqiptare, të prodhojmë diçka në vendin ton, as vit, as gosht nuk prodhojmë tu, çdo gjë e importojmë. Shqipëri! Na duhet gjithashtu se çfarë s'kemi parë. Na duhet t'investojmë në industri. Na duhet të rithemelojmë universitetin që është kapur peng nga një klik. Rektorë është dekanësh me doktoratura të tjendura, me pleqatura.